zezat, i ke mbajtur të zezat? Asnjë ditë, as për maman, as për babain. Dhe as për Latifin nuk i kam veshur asnjë ditë. Rrobat e zeza. Dhe nuk as jam marr fare, jo, jam veshur normal. Dhe nuk jam marr fare se çfarë do. Po mirë, këto zakonet thash se duhen 40 ditë të mbash zihet. Shiko, shumë, unë mendoj Mirela që shumë gra, sidomos në zonat e qytetit, gra intelektuale, unë mendoj që kanë ndryshuar disa gjëra, por shumë gra. Tash me thënë drejtën. Sepse është dhe një gjë që pse e para e punës ne gjithë e dim që nuk është rroba që tregon. Rroba tregon respektimin e një ceremonie. Pra ti je në ceremoni, siç je në një ceremoni dasme do respektosh veshjen, edhe në një ceremoni vdekje ti do respektosh ceremoninë. Ke kodet. Dhe pastaj jeta është normale, nuk mundesh ti, sepse ti mund të vishesh me zeza për mod, po je e lyer, je e zbukuruar, gjan bukur. Dërsa kur vishesh si korb i zi, edhe në zyrë dhe në vendin e punës, ti merresh me median dhe nuk do ta lejonte njeri. Po edhe unë në zyrën time në një farë mënyre ose edhe në vendet e tjera. Njerëzit duhet ta respektojnë veshjen e zyrës, jo të respektojnë dhimbjen e vet le ta mbaj për vete. Ky është paktën mendimi im, mund të jetë pak. Dhe ti e ke aplikuar. Jo, ti e ke aplikuar këtë. Po me atë zinë e shpirtit tani. Ti hye në një shtëpi që e kishe ndarë Latifin. Po. Ty çdo gjë edhe që jetoj akoma. Dhe ti jeton në atë shtëpi. Por në ato fillime dua ti. Momenti që ti kuptove që nuk do jetoje më me të, nuk do të ishte më ajri i ti aty, nuk do të hynte më ai në derë etj. Do të thënë ka një lloj zije të kësaj natyre që të kaplon shpirtin, mendjen, zemrën. Dhimbja më e tmerrshme ka qenë kur kam nxjerr rrobat, që mora ato kremastare. Bile nuk e kam pas mendjen dhe vajza kam përshtypjen që ma ka bërë kështu si video ja s'kam guxim ta shoh. Që ja dhash djalit normal. Edhe ato xhaketat jashtëzakonshme të bukura që ja propozoja unë gjithmonë, që ti vish dhe do ta blesh ato, jo po është shtrenjtë, do e blesh se s'bën. Se ju burrat keni pak gjëra, nuk jemi si ne që mbushim, se më thoshte mua i ke mbushur gjithë dollapet e shtëpisë me gjërat e tua. Edhe mezim ke lënë një vend, pa ato, ai vend i vogël i do mbushet me xhaketat më të mira. Siç është dikimi gjithmonë i ne femrave të njerëzit që duam, që të krijojë një stil. Që ti sa më i veshur, sa më i bukur, sa më i stili i bukur i njeriu, se kur ti ke stil, nuk ka të bëj shumë ajo shumë e shtrenjtë apo shumë e lirë. Ke krijuar stilin tënd. Edhe kjo është shumë e bukur. Ti ja diktove atë stil. Dhe ishte ajo ka qenë një nga gjërat. Kur nxorë rrobat e ti. Po, ajo një dhe mungesa e asaj që ja kam dhënë me gjithë shpirt që makinën ta përdorte djali Latifit. E kam uruar me gjithë shpirt që ta gëzonte bashkë me shoqen e vet që ka në krah dhe janë njerëz shumë të mirë. Dhe por në një të qintën të mitën e sekondës ndjeva vetëm kaq që unë nuk do ulem, nuk do jemi të dy se ne udhtonim shumë me atë makinë, shëtisnim gjithë Europën dhe na shijonte udhtimi me makinë. Dhe mendova kaq ishte. Dhe i thash vetes, stop nga mendimet e këqija. Tash do ta gëzojnë të tjerë, se në jetë kështu është. Shumë gjëra që kemi bërë me pasion dhe dashuri e kam trajtuar te poema e mungesës, shumë gjëra që i kemi bërë kështu, do t'i shijojnë të tjerë. Mund mos i njohim mish ne kush do vim pas nesh. Rita, unë e di mënyrën tënde se si e përpunon ti dhe se si e ke përpunuar këtë ngjarje, po shiko, këtë podcast tani mund ta shohin njerëz që janë në zi. Gra që janë në të njëjtën dhimbje. Ju kanë ikur bashkëshortët. Situatat mund të jenë nga më ndryshmet. Rrethana ekonomike nga më ndryshmja, fëmijët, ndoshta. Çfarë do të thoje? Çfarë këshille ke për njerëz që humbin njeriu në jetës? Mirë, mua më shkruajnë me thënë të drejtën. Shumë po. Ende? Po, më shkruajnë shumë gra sepse unë postoj ose nxjerr gjëra që e shijoj jetën. Thotë sa mirë që e shijoj, unë nuk po e kapërcej dot. E di si është problemi puna e kapërcimit, që kur ne humbasim njerëzit e shtrenjtë, ne mendojmë që jemi edukuar me një frymë të tillë,
ose e kemi dhe biologjike, që unë tani nuk mund të knaqem më. Unë nuk mund të knaq mendjen time, shpirtin tim, nuk mund ta knaq trupin tim. Pra, gjithmonë vëm një stop, vëm një perde. Shiko, se unë duhet ta çoj në ekstreme, sepse ka një sy të tretë që thot, ai po kalbet në dhe, kjo shiko se ç'bën. Aty pra duhet dal. Ti e te troç fare, edhe unë e thash më poetike. Po. Kjo është, që ti i vë atë perde vetes dhe ti s'pas ke të drejtë, por përveç asaj që është nga morali, e përjashtojmë një grua që është më e lirë dhe nuk do t'ja di për opinion dhe moralin. Atëherë, e ke dhe brenda vetes, do me thënë është diçka instinktive, ti po kërcem, po knaj, po bën ato gjëra që ke bërë me atë. Dhe në një moment të vjen në kokë, sa i keqe unë po knaqem, ai është atje. Dhe unë i heq këto mendime, jo se nuk më vinë. Të vinë dhe ty këto. Po patjetër. Patjetër. Por ti gjithve na vinë. Por çfarë justifikimi ke që ti vazhdon jeton? Çfarë i thua vetes tënde që po dakord, kjo që po do jetoj. Do vazhdoj. Do jetoj jetë. Të njëjtë gjë mendoj, do bënte edhe ai, po të më humte mua, do vazhdonte të jetonte se jeta sjell shumë gëzime. Pastaj ndahen, është një kategori grash, të cilat kanë një mënyrë më të qetë jetese dhe me burin apo pa burin, ato do bënin të njëjtën jetë. Ka disa gra të cilat nuk e suportojnë dot këtë gjë dhe ushqen veten vetëm me negativitet dhe vetëm me ndjenjën e zis, siç ka dhe gra tjera pasaj që duan të bëjnë jetën e vet. Por unë e di që nuk duroj dot. Ke pasaj ato gra të cilat janë moraliste. Janë moraliste dhe në çdo moment duan të tregojnë zinë e vet dhe nga ana tjetër rreti vetë e di që ato e gëzojnë jetën e tyre. Po pse bëjnë moral? Kujt ja bëjnë këtë moral? Kujt? Kjo është e keqe. Pse ka njerëz të tillë? Se s'ka gra, ka ka burra, po pse? Po pse? Po dakord, po pse ndodh kjo sepse dualitet? Në thellësitë vetes nuk janë të lirë. Në kokën e vet, ata nuk janë të lirë, këto gra dhe këta burra. Ata në kokën e vet, do të thënë mendojnë këtë dhe atë që bëjnë, e quajnë perversitet vet, nuk ja quaj unë çka keni bërë ju. E quajnë vet. Edhe ai që tradhton. Ai e bën, madje a ka mundësi të vishet sa më shpejt, tiki sa më shpejt sikur s'ka bërë asgjë dhe e bën prap mbas 3 ditësh, vete kollare, edhe të bën edhe moral. Ky është problemi më i madh që kemi ne. Pse? Sepse ai nuk është i lirë. Nëse unë bëj diçka, unë jam e lirë, unë e shijoj dhe e mbroj përpara gjithë botës. E qartë. Megjithatë, se absolutisht që tek kjo zia, shpeshherë morali, ne jemi një shoqëri moraliste, ne paragjykojmë. Pastaj fillojmë gjykojmë. Përpara se ndodhi gjëja, do japim një herë paragjykimin ton, edhe pastaj ndodh gjëja, fillojmë dhe gjykimin që e bëjmë në bazë të këndvështrimit ton. Por dua të mbetem këtu sepse ka njerëz që nuk ja dalin dot këtij morali. Ka gra që jetojnë në qetësinë e tyre, por duan të kenë atë ritëm që kanë pasur përpara ikjes bashkëshortit. Ka një moral që i tërheq, është një komshi, është një ish vjerë, është një ish kunat, është... Po, se janë të rreti i tyre... Pra ka një rreth, i cili e vendos në presion. Po, ai është rreti që e vendos atë në presion. Si t'ja bësh këti rrethit? Po shikoj, kjo nuk ka lidhje me vdekje, kjo ka lidhje që ajo ka planuar të bëjë një jetë, gjithkohë në presion, qoftë edhe në marrëdhënie që ka pasur më parë me bashkëshortin e saj, në marrëdhënie me fëmijët. Pra, e gjithë jeta e saj është nën këtë, të jetë në rregull me këtë kapakun që është vendosur, këtu është kapaku yt. Dhe ti do jetosh se çfarë thon gjithë njerëzit dhe të qarktuar. Dhe prandaj ka njerëz të cilët pastaj i kanë zili ose thon o sa mirë kjo nuk pyet për këtë gjë. Do të thënë ato ta pranojnë atë që bën ti, edhe ato që më shkruajnë. Madje më thon sa zili të kam, po unë nuk e bëj dot. Shumica kështu shkruan, por ja çka këshillë e ke ti dhe komunikojmë me njëra tjetrën. Këtu nuk është çështja për të dhënë këshilla. Këtu është çështja për të çliruar veten, mendoj unë. Pra një grua që është në zi, që i duket sikur edhe çdo gjë është e errët, se ndoshta janë ato ditët e para çdo bëj pa të thash ka rrethan ekonomike etj. Janë për të gjithë ditët e para, po patjetër ditët e para. Pa ajo është dje dhe pasaj njeriu, Zoti na ka sjellë si vdekje, na ka sjellë edhe haresën. Nuk është problemi se ti do e harosh. Ti mund t'i kujtosh për ditë edhe prindërit që t'kanë ikur. Që unë e quaj normale ikjen e prindërve.
dhe asnjëherë se kam kuptuar se si mund të quhet një zi e madhe e tmerrshme vdekja e prindit. Nuk është tragjedi e tmerrshme, prindit do ikin para nesh. Është dhimbje e madhe që të zgjat gjithë jetën. Unë kështu e mendoj. Gjithë jetën dhe i kujton gjithë jetën. Ata janë me ty, dhe kur të kanë këshillu për mirë, dhe kur të kanë këshillu për keq. Ti me ata flet, me ata zihesh, me ata e bën jetën derisa vdes. Por kjo nuk mund të thuhet që është tragjedi e prindit. E kuptoj.